Pyetja e radhës thotë si duhet vepruar me rrobat që i gjejmë të prera, me cilat sure duhet këndu. Po, shko shumë që si pyetje i gjejnë rrobat prera. Edhe tutën, bon vezvese. Rrobat e prera, këshillojmë që nëse janë të prera që e ka prish do me thonë në asaj rrobe, sikurse për shembull është prej këtu këtu. Kjo këmish më nuk bëhet. Po, da. Atëherë këtë mish e merr e lan më ujë të frymë dhe nëse ka nevojë pastaj edhe e djeg. Nëse është rroba e prem edhe dëmtuar me pak, do të thotë me një skaj, nuk e gjum. E merr e lan më ujë të frymë dhe përsëri e vesh atë rrobë. Pasi që dëmtimi është shumë pak në skaj, do thotë që nuk vërehet. Ja ka prej një pull për shembull, ti e merr një pull tjetër javnon, pse nuk lejohet që besimtarit kalojë në fazën e masrafit. Që gjitha rrobat që ja dëmton xhini apo sehri, ai të marrë ti hedha ato dhe ti gjuje. Nuk bën se kjo është masraf. Andaj Allahu subhanahu thot Kur'ani në mubedhirin e kanë ikhwan e shejatin. Masrafgjit janë vëllezërit e shejtanit. Pra, njëra nga dëshirat dhe planet e shejtanit është që njerëzit mishtin masraf. Me gjujtesha, me kalltesha. Edhe këtu kam një porosi edhe për disa rukjegji, që si din rregullat dhe parimet e rukjas, që për pak e për shumë marrin, do të shkojnë krejt shtëpinë e kalle. Slon, fustan, tesh, këmish, çarshaf pa e kall. Po ka dalë para se me kall është me la me ujë të frym, pse e kall? Pse e shkatron atë? Masraf është ajo. Fustona ka 2.000, 3.000 euro, 1.000 euro, 2.000, ku diçka unë, këti marrin një kallë. Pse mi kall? Merë laj me ujë të frym. Laj me ujë të frym, se ujë i frym e largon njollën e serit që është në atë rrobë. Pse me kalu në fazën e të kallmës, kur mundet me u lajt me ujë të frym. Por edhe nëse në rastet caktuar për x arsye s'mundet mu largu serin në çat rrobë me ujë të frym, që ka pej praktikës momente që ndoshta ndodhe, atëherë kalon në fazën e të kallmës. Jo ndonjëherë shkon të disa njerëz të sprovon me kësi sprova, do të kena me të patesha, pse ka filon e këtë shpina i ka ka. Se edhe i ka ra në grackën e shejtonit dhe gjinit, se gjini ka manipulu me atë. Po, dhe e shtin të thotë gjini në natyrshmëri dhe shejtoni ka qef njeriun me shti me bo masraf. Me bletesha pa hesap, me gjytesha pa hesap, me kall pa hesap, me harxhu pa hesap. Kjo është masrafi. Dhe masrafi me dëshmi prej fjalëve të Rabbul Aleminit është njëra nga dëshirat dhe synimet e shejtanit të mallkum. Dhe shejtani i mallkum fatkeqësisht donjëra e shtin dhe mundohet me bindë edhe rukjegjiun se çështu prishet ziri, duke kallë çdo send të shtëpi. Ja kallë me kauça, me perde, me ulse, me tesha, me të nusnis, me të përditshmet, me të mbretshme, me të jashtme, krejt. Thot gjini thot, sa i rrein. Thot që këto asiri, këto tesha janë me sir, me ujë gjenazet lakta. Po hanite në kina mila me ujë të frim. Se ujë i frim e prish sehere. Me izin të Rabbul Aleminit. Ujë i frim ka është do thot i kombinu me fjalë të Allahut azza wa jall. Dhe fjalë të Allahut e mposhtin çdo seherë. S'kemi na dyshim këtë. Andaj kur ndodh që rroba është e dëmtuar me krejtësisht, shkaku se është e preme, ndodh që gjini i mallkum. Po, nëse ka mundësi shpjegim çka është kjo rroba e prem, se ka shikues që se din. Po. Se na tu bisedu, do thot me zvete, shoku se na ka rënë me ti shpjegu këto, mendoj se gjithë i dinë, vërtet është. Se njëra nga format kur janë simptomet se ka seher në një shtëpi është kur gjejmë edhe rroba të preme. Nuk janë të grisura, janë të preme. Se me gris është domethënë është ndryshe duket shembull materiali, me pre, me gërshër është ndryshe. Andaj jemi të vëmendshëm. Ka të grisura, ka edhe të preme. Që dallon. Po. Mund është me rroba mundet të griset vetvetiur shkaku se kalon një kohë gjatë, do të është e holl, materiali është i tillë, 5 vjet, 10 vjet lajesh për laj, edhe ajo fillon do të thotë me mu dëmtu vetvetiut dhe mos bëhet shibe njeriu të mendojë se ka ser. Ajo është vjetrum, është prish shkaku se i ki bajt dhe i ki lajt shumë. Dhe ka momente
kur roba është e prejme me, sikur me gërshor, sikur me skalper, me thonë kushtimisht. Atëre, kjo mundet me qenë simptom se mundet me pas siher tek ai çift bashkëtorë apo tek ai person. Në këto raste, nëse roba është e grisun, thot do të mu la më i të frym, e pastaj edhe më u djeg nëse s'mundet të futet në përdorim për së dyti. Nëse mundet, atëherë e shtim në përdorim për së dyti. E qepim nëse mundet me qep apo kështu me radhë. Në rast se nuk mundet me shti fare në përdorim, atëherë edhe e dhezim, e kallim. E fusim zjarm dikund dhe japim i fund asaj robe. Dhe kur njeriu të shef shpesh rroba të prera, zot le të ketë kujdes dhe le të konsultohet me hoxhën e tij am. Apo me ndonjë rukjegji i cili e merr vesh këtë lëmi. Le të konsultohet, le të mos asgjëson këtë ndodhi që është duke i ndodhur në shtëpinë e tij. Të jemi të vëmendshëm se ndonjëherë shumë njerëz vuajnë për një elhamdulillah. Për një rukje vuajnë. Dhe për një këndim të Kuranit ndoshta 5 minuta 10 ka gdhimbje me vite, apo ka konflikt me vite në shtëpi, apo ka perde me vite në shtëpi. Shumë raste ka njerëzit që kam dëgjuar nga raste të vërteta që po edhe gjatë qëndrimit me profesor Halidin kur viziton të Shkupin, shumë njerëz thonin e nësë shtash mirë jam të pa bashkëshortën time. Se ka pa mirë bashkëshortën e vetë, me vite shkakoj një mësysht, apo një xhelozis, apo një sihirit, që me një seancë 15-20 minuta gjysore që i këndon të profesorit, thotë ai njeriu e nësë vinte në vete, ja prishke sihirin, e nësë thonë e nësë shtash jam duke pa bashkëshortën ashtu si që duhet. Këtë në realitet, hak është, sihiri është hak, jo edhe me bo panik, me bo qëtash edhe goma e veturis kërë të na plasës, që sirën pas kam bo, jo edhe me bo panike, me i stërmadhu gjerat, por ai që vërek si gjera në shtëpinë e vetë, perde me gjak, roba me gjak, qashafa me gjak, teshat të prejme dhe të dëntume me një formë që s'është e natyrshme, ajo mendo, se ndonjëre i rok pantolonat të dera e veturës, apo të tavolina që aty, edhe griset ajo, jo edhe mu bo vezvese dhe shybe, sa ajo është ma keq se me pas siher, por jo edhe me nënvlerësu dhe me azhësu çdo ndodhi që na ndodh në shtëpi dhe në rrethin tonë, vallahu ala.